Gjatë qëndrimit të tij për mbi një vit në qelitë e burgut 313 në Tiranë, Ilir Meta, figura më e lartëshetërore në historinë e vendit e arrestuar nga SPAK-u, ka kryer mijëra telefonata dhe qindra takime. Megjithatë, ai është ankuar tek avokati i popullit për trajtim çnjerëzor në burg. Inspektimi dhe raporti i nxjerrë nga ky institucion tregon disa të dhëna interesante. Për sa i takon numrit të telefonatave për periudhën 26 tetor 2024 deri më 18 gusht 2025, zoti Ilir Metaj rezulton se ka kryer 3005 telefonata, me kozgjatje që varion nga minimumi 1 minutë deri në maksimumi 34 minuta. Sipas informacionit të dhënë nga IEVP-ja Jordan Misja, për periudhën tetor 2024, 14 tetor 2025, zoti Ilir Metaj ka realizuar 118 takime me përfaqësuesin ligjor, 3 takime me noter, 49 takime me familjarët, 2 takime me persona jashtë rrethit familjar, në total 172 takime, ose 14 takime në muaj. Problemet për Ilir Metën nisën mbrëmjen e 9 qershorit të këtij viti, ku sipas raportit ai shfrytëzoi kontrollin mjekësor në infermieri për të kryer një telefonat me Tedi Blushin dhe përmes tij ka folur drejt për drejt në një studio televizive. Për këto Meta u ndëshkua duke mos i lejuar më takimet me zotin Blushi dhe duke përjashtuar nga veprimtaritë sportive. Këto masa vijojnë të jenë në fuqi, i than burgjet avokatit popullit, pasi dyshohet se Meta ka tendencë ta përsërisë përdorimin e telefonatës me Blushin për të komunikuar me median. Pas marrjes së ankesës, institucioni i avokatit të popullit ka kryer hetim administrativ dhe ka bërë konstatime kritikuese ndaj administratës së burgjeve. Kufizimi i takimeve të burgosurve në vetëm 4 takime në muaj pa marrë parasysh rrethanat individuale të burgosurve, për shembull distanca familjare, nevoja sociale, statusi shoqëror dhe publik, probleme shëndetësore, apo mungesa e kontakteve të tjera, përbën kufizim të tepruar të drejtës për jetë familjare dhe të drejtës për të organizuar. Ndalimi i vizitave konfidenciale të paraburgosurve me deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe eurodeputet, duke kërkuar miratimin paraprak të prokurorit, vjen në kundërshtim me ligjin dhe standardet ndërkombëtare. Kufizimi i telefonatave nuk është kryer sipas kritereve të parashikuara në ligj. Janë vendosur pengesa të pambështetura në ligj për komunikimin e të burgosurve me median. Avokati i popullit, në raportin drejtuar drejtorisë së burgjeve në fund të nëntorit, rekomandon të merren masa të menjëhershme për të lehtësuar gjendjen e paraburgosurit Ilir Meta, i cili u arrestua tetorin e vitit 2024 si dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie.